SBA në këmbë kundër Trump, miliona në rrugë në 50 shtete me thirrje no kings. Protestat kundër presidentit Donald Trump kanë përfshirë gjithë Shtetet e Bashkuara në një valë të gjerë mobilizimi ku miliona qytetarë dolën në rrugë në mbi 3.000 qytete dhe 50 shtete në atë që organizatorët e quajnë protesta no kings. Protestat të tilla pati edhe në zonën e Michiganit edhe në Detroit. Sipas mediave, demonstratat u zhvilluan njëkohësisht në qytete të mëdha si New York, Los Angeles, Washington DC dhe Chicago, por dhe në zona më të vogla dhe shtete tradicionalisht republikan, duke treguar një shtrirje të pazakontë të pakënaqësisë. Në disa shtete pjesëmarrja ishte masive, me mbi 100.000 protestues vetëm në Minnesota dhe 10.000 në metropole si New York, Los Angeles, ndërsa në total numri pjesëmarrësve llogaritet në miliona në gjithë vendin. Protestuesit ngritën zërin kundër disa prej politikave më të diskutuara të administratës Trump, përfshi luftën me Iranin, politikat e migracionit dhe operacionet e ICE, rritjen e çmimeve dhe inflacionin, si dhe atë që e cilësojnë si një prirje drejt autoritarizmit. Në pankarta dhe thirrje dominoi slogani No Kings, duke nënvizuar kundërshtimin ndaj çdo forme të pushtetit pa kontrolluar. Atmosfera në shumë qytete ishte tensionuar, por dhe simbolike me muzikë, marshime dhe pjesëmarrje të gjerë qytetare. Në protesta u panë dhe figurat e njohura publike si Bruce Springsteen, Robert De Niro, Jane Fonda dhe politikani Bernie Sanders, të cilët i dhanë edhe më shumë jehon kësaj lëvizje. Nga ana tjetër, administrata e White House dhe zyrtarët republikanë kanë minimizuar protestat duke i cilësuar si të nxitura politikisht dhe pa ndikim real. Megjithatë, shtrirja e gjerë dhe pjesëmarrja masive tregojnë një nivel të lartë tensioni politik në SBA, ku rruga po kthehet në një arenë të re përplasjes, ndërsa këto protesta pritet të ndikojnë drejt për drejt në klimën politike dhe në zgjedhjet e ardhshme afatmesme.